lidhje me të. Prandaj ta bëra pyetjen. Në qendër të vëmendjes. Prandaj ta bëra pyetjen në qoftë se është duke shëru egon e vet me këto forma të marketingut, themi, sepse fundja në fund ditës krejtën marketing. Redi, si e komenton ti këtë çështje? Lotët e Gjenetës, ishin të Gjenetës apo ishin të krokodilit, si thot populli? Gjeneta është një uragan dhe këtë e dëshmon nga java në javë me gjitha dinamikat që ajo prodhon. Sigurisht që në Big Brother edhe jashtë saj unë kam parë të sinqert në përjetimet e saja, se sado që është një lojë, njeriu nuk mund ta shkel veten, nëse e bën, atëherë për mua nuk është njeri, por në rastin konkret Gjenetën e kam parë të sinqert kur është ndjer e fyer dhe e lënduar nga Gjesti, pastaj se e kërkon media, se e kërkon rrjetet sociale, atë nuk është faji saj dhe ajo e ka këtë magjin që me një status ose me një story, le të themi, provokon dhe ndes debate. Është qartë. Donjeta? Kërkoj falje për ndërprerjen, por që jemi gazetarë dhe kështu shpesh herë na vjen rasti për me pas diskutime me njerëz të ndryshëm. Hes nuk ka problem, pikërisht kjo është adresime me s'dashta me ditë, a je hala me neve apo nuk je me neve? Po, jam bashkë. E nëse je me neve... Po? Redjunin, që veç e tha, që mediat e kanë atë aspektin që mujnë me marrë vëmendjen veç Gjenita që bën diçka. Unë mendoj që Gjenita e ka kuptuar shumë televizionin edhe botën e showbizit edhe është i bu vetë për me kanë qëtër vëmendje. Se na e dim banorët si janë Rebjan. Momenti që veç dalin prej asaj shtëpie diskutuan, nëse nuk diskutuash nuk mbet kërkon hiç. Kështu që Gjenita do mu kanë çajo që do mu kanë në çadër diskutim. Tash, Gjeneta është sot me një të dashur të ri edhe me krejt këto peripeci që i kaloj për me qenë në qendër të diskutimit, është sepse është e vërtet që është me një të dashur të ri. Unë po shpresoj të jetë njëna prej këtynës, nuk muj me konë me jepet atë... Ska të dy atë, s'muj me konë do njetë, ja është, ja s'është. Njëna prej këtynës, pak të mbile njëna të ketë. Njëna prej këtynës nëse ka është shumë mirë. E nëse është veç ajo e para e cila e kemi diskutu që Gjenita e ka thonë që ka qenë më herët edhe është person shumë i rëndësishëm për të, se kështu e cilësaj. Unë i uroj suksese edhe të vazhdoj të mos ketë loj me ndjenjat kësa here me personin cilin e kam pra. Interesant, se ti mendon që duket një lloj lojtare Gjeneta, ha? Pak po. Redian, që është e ti Redian? Jena të e po rolin e Gjenetës, apo jena të e po Gjenetën e vërtet? Në komplet këtu lidhje dhe në komplet formën se qysh po menaxhohet fama e saj mas daljes Big Brother? Gjeneta është një paket, nuk mund të ndajmë le të themi atë si njëri dhe me personazhin mediatik që ajo ka, se kështu ka vendosur që të luaj, por padyshim e kam parë një Gjenet më të qetë, më të qeshur në fytyrë, kjo do të thotë që dashuria që e kishte lënë para se të fuse në Big Brother i bën mirë, dhe kjo ka rëndësi në fund të ditës që njerëzit të ndjehen mirë përpos lojës ose përpos të gjitha le të themi dramave apo zhvillimeve që mund të bëjnë qoftë edhe me sajesa, po qoftë edhe me vërtetësitë e tyre. Donjet, qëtash është loja në kulmin e saj, realisht, i kena zbërthy krejt personazhet, kanë dhonë komplet të mirat edhe të këqijat e tëne, po flasë për personazhet në Shqipëri që janë. Tu i po këto dinamika, qysh me ndonë se do t'jetë epilogu i krejt showt? Nëse veç flasim për 5 ose 4 finalistat, unë i kam pak në një mendje, po nëse veç flasim për fituesin, definitivisht ai që meriton edhe për krejt ato që ka jep, është vetë Gjesti. E tjerët kush mujnë me qenë, e bën një top 3 bashkë. Mendoj në një garë kështu me dyshe kuk më kuk, e mendoj shumë Gjestin me Gertën, se Gerta definitivisht është të buqët, shka për loj, është të jep krejt atë anën e vetë për lojën. Po në të njëjtën kohë po ashtu e mendoj edhe Rozana që mund me ka në finale, edhe kum pas shpresë që mund të jetë edhe Lairdi, edhe Igli, por që tash më ka